si shumë mirë, faleminderit për ftesën. Ditë me diell edhe ju e zbukurut me vizitë tuaj. Jo, tani diellën na zbukuron më shumë. Faleminderit. Na ndriçon. Faleminderit. Si e, tani mirë.
patjetër që jam shumë i gëzuar me prit sot në kompleksin e xhamisë së Plumit të dashturin monsinjorin e Shkodrës, mikun tim të ri edhe të mirë, monsinjor Giovanni Paragjine, i cili na ka ndërruar sot në këtë vizitë, edhe ne inshallah do t'i kthejmë vizitën në këtë atmosferë të këtij gëzimit tonë të përbashkët. Edhe ashtu sikurse e themi shpesh herë, në Shkodër festat, gëzimet, por jo vetëm, i kemi bashkarisht. Edhe don Zoti që sikurse kjo buqete luleve që tërheq njerëzit prej larg dhe prej afër, ashtu edhe bashkëpunimi, edhe harmonia, e vllaznia, e bashkëtesa në mesin e qytetarëve muslimanë të krishterë, por jo vetëm në këtë tokë, të vazhdojë kështu përgjithmonë, që ta vlerësojmë njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, dhe t'i dëshmojmë Zotit se jemi të aftë për ta majt jetën me vlera dhe me dinjitet në këtë botë, e jo me na kalu koha pas gjanave e veprimeve të kota e të damshme, që gjithsesi e prishin harmoninë dhe e prishin atë çfarë Zoti don që ne të kemi me njëri tjetrin. Jam shumë i lumtur, monsinjor, për këtë vizitë, edhe ju falenderoj përzemërsisht. Ju jeni të mirëpritur në çdo kohë, edhe na nderoni në çdo kohë, edhe sikurse ju thash edhe në hymje, një ditë e bukur me diell, e vizita juaj ja shtoi edhe më shumë pashinë edhe bukurinë kësaj dite. Faleminderit. Edhe unë me shumë kënaqësi kam pranuar këtë ftesë në këtë kuadër festivi, mund të themi, për 35 vjetori, që nuk është vetëm një përkujtim, por është diçka që na bën të mendojmë çfarë do të thotë çlirimi i një kombit, çlirimi edhe besimit, sepse këtu në Shqipëri për shumë vite ka qenë ndaluar shpreha e besimit. E besoj që çlirimi i besimit nuk është vetëm në themelin e demokracisë. Çlirimi i besimit është, mund të themi, diçka që na përket si njerëz, është në themeli i dinjitetit të njeriut. Atëherë çlirimi i besimit na ndihmon që mund të rritemi në një vend demokratik ashtu si duhet, por edhe na ndihmon që njeriu të jetë i rritur në dinjitetin e vet. Çlirimi i besimit në Shkodër, në Shqipëri, përputhet edhe me një bashkëjetesë në mes besimeve, të gjithë lirisht mund të shprehin besimin e tyre. E kjo është një vlerë për çdo njeri. E ne në Shqipëri, në mënyrë të veçantë, këtu në Shkodër, do të jemi promotor. Jo vetëm do të mbajmë, do të ruajmë çfarë kemi trashëguar, por do të mundohemi që mund të forcohet gjithmonë më shumë mbi themelet të vërtetë, që edhe besimi mund të jep një kontribut për të mirën e qytetit, për të mirën e Shqipërisë. Kjo është detyra jonë të përbashkët. Atëherë falenderoj edhe një herë për këtë ftesë, e me kënaqësi po vizitoj për herën e parë këtë vend i shenjtë, që është edhe shumë e bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Nuk e kishim menduar, por themi që ka ndodhur ashtu, e mund të japim edhe ne një kuptim simbolik, mund të themi një simbolik. Do me thënë që nuk është kush e ka hapur përpara, kush ka është mbrapa. Rëndësishme që kemi fituar këtë çlirim. E kjo është më e rëndësishme, nuk është një data, por është një koincidencë e bukur që pas 30 vite përpara ka marrë në këtu e pastaj do të shkojmë atje. Është diçka që na thotë që jemi barabartë. E vërteta është që edhe me hapjen e kishës, edhe me rihapjen e kishës, edhe rihapjen e xhamisë, muslimanët të krishterë kanë
bashkë aty dorë për dorë, pa llogarit data, edhe pa llogarit asgjë tjetër përveç se dashnin për Zotin, e dashnin për njëri tjetrin, edhe as çfarë monsinjori tha më së miri, çlirimin për cilin ky popull ka qenë i eton, edhe ja shba një zullum shumë i madh. E fakti që sot arqipeshvi i Shkodrës se viziton xhaminë e Plumit, është shenja më e mirë edhe simbolika më e shtrenjtë e asaj ku ne jemi edhe duhet të jemi, pavarësisht se jemi në xhaminë e Plumit, apo jemi në arqipeshkvi, apo në kishën e Rrmajit, në fakt jemi në shtëpinë tonë. Kudo që të jemi është shtëpia e jonë, edhe kudo ku ne jemi me njëri tjetrin, nuk pyesim se a jam unë në krah të djathtë të monsinjorit apo ai në krahun tim të djathtë, ne jemi tek njëri tjetri. Edhe kjo është ajo që na vlen edhe duhet të shohim përpara, siç e tha edhe miku im i dashur. Apo jo monsinjor? Patjetër, ashtu është.